Për të ecur përmes jetës të armatosur kundër çdo frike, rreziku dhe fatkeqësie, nevojiten vetëm dy gjëra, dy që shkojnë gjithmonë së bashku: hiri i nënës hyjnore dhe nga ana jote një gjendje e brendshme e përbërë nga besimi, sinqeriteti dhe dorëzimi. Le të jetë besimi yt i pastër, i sinqert dhe i përsosur. Një besim egoist në qenien mendore dhe jetësore, i ndotur nga ambicia, krenaria, kotësia, arroganca mendore, vetvullneti jetësor, kërkesa personale, dëshira për kënaqësitë e vogla të natyrës më të ulët. Është një flakë e ulët e mbuluar nga tymi që nuk mund të djegë lart në qiell. Konsideroje jetën tënde si të dhënë vetëm për veprën hyjnore dhe për të ndihmuar në manifestimin hyjnor. Dëshiro asgjë përveç pastërtisë, forcës, dritës, gjerësisë, qetësisë, anandës së vetdijes hyjnore dhe këmbguljes së saj për të transformuar dhe përsosur mendjen, jetën dhe trupin tënd. Kërko asgjë tjetër përveç së vërtetës hyjnore, shpirtërore dhe supramentale, realizimin e saj në tokë dhe në ty dhe në të gjithë ata që janë të thirrur dhe të zgjedhur, dhe kushtet e nevojshme për krijimin e saj dhe fitoren e saj mbi të gjitha forcat kundërshtare. Le të jetë sinqeriteti dhe dorëzimi yt i vërtet dhe i plot. Kur e jep veten, jepe plotësisht, pa kërkesë, pa kushte, pa rezerva, në mënyrë që gjithçka në ty t'i përkas nënës hyjnore dhe asgjë të mos i lihet egos ose t'i jepet ndonjë tjetër fuqie. Sa më i plot të jetë besimi, sinqeriteti dhe dorëzimi, aq më shumë hiri dhe mbrojtja do t'i jetë me ty. Dhe kur hiri dhe mbrojtja e nënës hyjnore është me ty, çfarë është atje që mund të prek ty apo kujt mendon se ke nevojë t'i friksohesh? Pak prej saj do të mbartë ty përmes së gjitha vështirësive, pengesave dhe rreziqeve. Rrethuar nga prania e saj e plot, ti mund të ecësh në siguri në rrugën tënde, sepse ajo rrugë është e saj, e pa mirakosur ndaj çdo kërcënimi, e pa prekur nga çdo ashpërsi armiqësore sado të fuqishme, qoftë nga kjo botë apo nga ato të padukshme. Prekja e saj mund t'i shndërrojë vështirësitë në mundësi, dështimin në sukses dhe dobësinë në forcë të palëkundur, sepse hiri i nënës hyjnore është miratimi i të lartësuarit dhe tani ose nesër efekti i saj është i sigurt. Një gjë e vendosur, e pashmangshme dhe e parezistueshme.